kur u kthem te hallet tona, hallet e kampionatit, tema e parë ishte ligji i sponsorizimit. Që është ajo gjë që prej vitesh e plagos futbollin shqiptar, që të gjithë klubet e kërkojnë e duan për nuk po arrihet dot. Të paktën me çfarë morën vesh, është bërë një kërkesë nga qeveria, të paktën është shkruar një draft, i cili është rishikuar nga federata dhe prap ka padur ndryshime edhe aty. Me çfarë u thajen hapat final, me çfarë morën vesh. Tani nuk i dihet, do jetë gati apo do jenë prapë ato fjalët që vazhdon. Tani kjo është pak çështje, mendoj që s'duhet bëj shumë ekspertin se edhe nuk marr vesh dhe një dije përgjysmuar është më keq se pa dija. Kështu që por kur un kam filluar gazetarin, fillim viteve 2000, ka qenë diçka, nuk e di saktë 100%, ka qenë diçka formale pra TVSH-ja e atyre biznesmenëve. Pra një biznesmen që paguante 21% të VSH për biznesin e tij, nëse ishte sponsorizues, kishte drejt që atë 21% apo 18, 3, pagon 18 ta hidhte në ta kalojë klubi. Por besoj unë ka kaq kanale dhe ka kaq është kaq informal futbolli sa që mendoj dhe ata që do të japin parat e preku pak duke dhe ata që do të japin parat kanë frikë se mos nga ana tjetër futbolli do e shfrytëzoj. Pra do t'i marri parat shtetit, do e japi futbollit, do gjej rrugët e duhura. Ti çoj kanale të tjera. Me këtë argument të ishte shqetësimi kryesor i Ministrisë Financave. Këtë thoshte Ministria e Financave që këto para si do qarkullohen. Si do japim. Pra duhet një rregullator, a do ta bëj federata, a do ta bëj qeveria, nuk e di pastaj kush është më mirë për të bërë, sepse po që ka gjithmonë hapësira të tilla, duke qenë se janë në marrje kaq mëdha, padyshim që pa para nuk e kushton. Absolutisht po, domethënë futbolli, presidentët tanë janë presidentët shqiptarë, skuadrat shqiptare për mua janë heronj. Sepse hedhin vetëm lekë vetë. Flasim, vim këtu në studio, po në fund fare parat që mund t'ja jep të fëmijëve, ja jep futbollistëve dhe nuk merr as kënaqësi, po merr merzimi. Merr shame dhe gile pa lekë. Futbolli shqiptar për fat keq ka prodhuar shumë të presidentëve që për shkak të pasionit për futbollin kanë ngelur edhe pa lekë. Ka plot rast. Edhe në përbot. Qëndrojmë tek parat, qëndrojmë tek tifozeria, qëndrojmë tek të sharat. Në konferencë për shtyp, Armand Duka kishte lëshuar dhe një perlë të tijën gjatë fjalimit, duke thënë më pak ultras, më shumë tifoz në stadium. Ishte një mesazh për klubin. Kemi shumë dakord me thënë drejtën. Tani, si e lexove këtë lloj deklarate? Mendoj që këtë e kërkojnë të gjithë presidentët e federatave të botës. E dëshirojnë. Mbase ky e thotë dhe tjerët nuk e thonë. Kjo është 100% e sigurt. Pse e dëshirojnë? Për çfarë arsye? Sepse ultrasit, pra, problemat për çfarë arsye? Tifozët janë gjë më e bukur e futbollit. Pra, mua më ngjethet mishi. Point. Shikoj Partizani Tirana. Faleminderit. Por, duke qenë se më pas futesh brenda si gazetar apo si klub, ti shikon që në një ndeshje ku ti merr aq shumë kënaqësi nga tifozeria jote, në fund fare të vjen një faturë që do paguash nuk di se sa. Për ultrasit, sepse ultrasit kanë rregullat e tyre. Po. Klubet e mëdha i suportojnë. Një klub i vogël ka të vështirë. Pra nëse po themi po marrim Bylis, i dënon. Ku ka Bylis i ultras po hajë? Jo, okay. Jo. Pra ata tifozë ka. Nëse Bylis fiton 5 lekë për një ndeshje. Po. I fiton 5 lekë. Dhe bën llogarit 20 ndeshje, do fitoj 100 lekë. Tifozët hedhin në shishe, federata dënon 10 ndeshje. Që kanë dikuten 100.000 lekë gjobën, zakonisht skuadrat. Mos i hyret ai të dënon stadiumin. Pra ti, atë 5 lekëshin e biletave nuk e merr më. Në 10 ndeshje nga 5-50, nga 100 me 50. Tani ti thua matematik, mos hynë për. Jo, ti thua pra kallin e skuadra për gjoba. Nëse ke tifozeri si në Angli, ultraset për në Angli me 2 flamurat lejojnë. Ne s'na pëlqen atë, mos m'pëlqen. Nuk jam dakord koreografi. Pikërisht. Do ta shoh. Po Interi para ca vitesh hodhi skuter nga kati 3 në kati 2. Po pra po. Por nëse dikush do kishte humbur jetën, apo kush e di se çfarë ka paguar Interi për atë gjën, në një klub si Interi nuk ndihet, në një klub tjetër ndjehet. Pra, ne ishim në mos gaboj, eliminatori ishim skuadra e dytë
Më shumë e gjobitur, a? Po për Oblak. Ty se kam pas fajin ultra, si tash mos më tensiononi. Mirë, mirë. Aty që tifozët që ishin pa organizuar. Kam probleme. Thuhet? Tash mua nuk është argumenti Dukës ky për shkak të gjobave. Duka ka të tjera, tani nuk e di për çfarë halli ka Duka. Mund të ketë është shumë personale. Se thua që mos dua tanisa sepse e kam parë, e kam dëgjuar edhe nëpër studia të tjera nëpër Europë që nuk po thot një se dua ata ultrasit. Problemi është ata që bëri Serbia. Ne shkuam fituam 0-1, pse do fitoje do t'i luajë Beograd. 0 shanse do fitoje në Beograd. Dakor. Se do digjej stadiumi nga ultrasit. Na çuan atje sepse ashtu do presidenti, sepse ka hallin e gjobave, morë ti 3 pikët. E shef? Shef, Pra mungesa është ultra. bumerang, Pra tani ore po ma kthejnë futbollin në një futboll amerikan, po e bën gjëra amerikane që shkojnë njerëzit për 90 minutë. Po jo, më ja. Ikin shtëpi, shohin Big Brother i pastaj. E më vlla, ke shumë sa duash Gjermani, Itali. Ku ke shembull, më Bo vjen keq. ultras po mos bëj. Ke shembull sa duash? ultras. Ke shembull sa duash? Mbasi ne Rafa mundëm Serbinë në një fitore historike, në miqësor me Jordaninë në Shqipëri, duhet ta kishte stadiumin plot? Duhet ta kishe. Gjysë e kishe. Sepse tifozët e thjesht nuk e ndjen sa e ndjen të tjerë të skuadrës. Nuk kanë grupime të organizuara, vërtet. Tani, dëgjoj. Do themi gjë të bukur, nuk e di. 96 unë isha çuniri dhe erdhi Labush në Tiranë. Ka qenë një grup i jashtëzakonshëm. Më inin atko, erdhën këtu, nuk e di se sa pagoi Vefa, se ishin ato paratë atëherë. Që ishin shumë, nuk u mbush. Ajo që mal Safa. Më pas një 2 javësh, një këngëtar shqiptar nga kjo muzika, s'pe them emrin, Unikatili. u mbush plot. Kjo më Ah, mirë. Këngëtar na vetë gjashtë muzikë dasmash. Tani ti mos kërko, nuk kemi ne traditë tifozerie. Ty të duket. Po të mlo ultrasit pra. Ty të duket, nuk kemi ne. Po ultrasit Nuk i ke. kemi. Po të kishe plisa, shko, ka patur një shembull pak në Nuk kemi, kohët e more. fundit. Nuk e kemi tradit. Pse do ta kërkosh? Nuk e ke. Shqipëria nuk e ka tradit, vëzën le të thonë çfarë duan në kohën time, jo mbushe, se ai Stefa shoku ju i ka qef, Qemal Stafa. Po mbushe Qemal Stafa. Në atë kohë po hymi në diskutimi tjetër, ka patur as pak gjëra për të bërë dhe ishte ajo. Edhe prap mbushe me 12.000. Nuk e kemi në tradit. Sepse në Gjermani, në Spanjë, luan Real Barcelona, ne jemi në punë, na duket sikur gjithë bota është atje, në të njëjtën kohë luhet Cittadela me Avellina. Janë 10.000 veta në stadium. Ultra si që do ti, me flamuj, me këshu, me pankarta, me... Kjo është tradit. Kampionati Gjerman, e pa që kështë ndodhur. Kategoria 5, nuk di se sa mi tifoz. Unë isha në koment, AEK-u me PAOK-un një ditë përpara në stërvitjen e AEK-ut kishin shkuar 7.000 tifozë. Po pse mos ta vlëm Po nuk në e Shqipëri? kemore. Po e kemi, po ne ato pak që kemi dum t'i mblysim, thot ai mos t'i kemi më thot. Po nuk e kemore se dhe të ndeshen që ti kujton se është plot, gjysma kanë ardhur kot sepse duhet t'jenë. Shqipëri, Angli, gjysma nuk e ndjekin futbollin. Duhet vetëm që të shkojnë atje. Të duhet të eliminoj. Po pra, dhe ti tash doj me Jordanin do shkojmë unë me ti. Kurse me Anglin do na marrin biletat në dyve dhe do shkojnë dy tjerë për të bërë foto. Këtë po them dhe unë, do na bëjë komercializëm futbollit dhe nuk e dua atë. Po jo, po asun se dua këtë, po kjo tregon që nuk e ke tradit. Ulet dhe bën llogarin, siç e bën çdo njeri në shtëpinë e vet. Po mirë se klubet i paguajnë. Po pra, po ç'të bëj presidenti? I Partizanit edhe i Tiranës apo dhe i Elbasan paguaj 80 euro një stol. Kallçuku dhe në çdo ndeshje shkulen 50 nga tifozët ultras, sepse ashtu është ultras, se po se shkuli nuk është ultras. Natyra vet, po. Bravo i qof, vazhdon punën e tij. Por ai bën llogarit në fund thotë, po si ta bëj? Të kisha ca të tjerë që të gërthisnin si ultrasit, po mos shkulin stolin. Te Final Four-i më në fund, pas 2 edicioneve nuk do të kemi arbitër të huaj, më do jenë gjithë shqiptar. A mendoj që do kemi më në fund. Më në fund se unë nuk kam qenë kur dakord që të ketë arbitër të huaj, se kur ti luan një kampionat të tërë në Shqipëri me arbitra shqiptar dhe në fund fare tek pjesa më e rëndësishme ti heq arbitra shqiptar, ti thyen besimin tek vet institucionet e arbitrat, se çfarë prej ti thot ekipi kur ti vet nuk e beson arbitrin shqiptar aty. Unë kështu mendoj. Pra, më mirë ta gaboj shqiptarë se të gaboj Anthony Taylor edhe në fund fare thot edhe ky thot majte krahun dikujt. Më mirë. Edhe për të ndruar xhamin e celularit, ore ke shok që ka, e du me shok, ndërkohë që i sojësh se s'kemi besim. Dhe duke qenë se s'kemi besim, jemi gjithmonë me paragjykime. Duke nisur nga trajnerët parët, që kanë paragjykim për çdo arbitër, mbas edhe arbitrat pastaj që mos i lëm, sigur janë
kulluar, kanë dhe ata fajet e tyre, por padyshim që dhe duke qenë se je në këtë pikë, pra me një trajner, me një arbitër, po marr kohë për shembull ka patur gjithë vitin probleme me Martinin apo një tjetër, shkon finale, merrte më këtu, jo se e zbret deri në atë nivel, sepse ai është profesionist. Por Krijon një indicje, po. Kampionatin grek, kampionatin arab që e komentojmë ne është i gjithi, me rus, me kështu. Kampionati grek, ndeshjet më të forta merr portugez, tani kishte turq. AEK Pau. Pra kishte 3 Ka turq, këtë filozofit vetën që 3 turq dhe një të katërt. Mendoj që është diçka ballkanike. Pra, Po. edhe atë e nxjerrim nga i sikleti Ajo, madh, barrave që mund të ketë një arbitër për të bërë një ndeshje finale që vihet kaq shumë në diskutim, nuk kalohet më sportivitet sa në çdo vend tjetër. Se të humbësh tu kampionatin, vëlla, ke humbur. Diferenca e humbur të kampionatit në vendin e dytë është 1 milion euro. Kush del në vend parë? Për llogaritjet i shkon 1.5 milion euro, në verë kush del në vend dytë mund të përfundojë me futur edhe përfitimet e Championship të gjitha, pra, sikur ti humbësh të 6 ndeshjet, merr 1.5 milion euro. Edhe vendi i dytë është 1 milion euro. Që, okay, sepse derisa ke zgjedhur ta bësh këtë punë, do ta bësh edhe do t'i japësh drejtim. Po shpesh të huajt janë nuk njohin futbollistët, sepse kanë dhe shumë kështu ti mund njohësh një futbollist, ke një ide shumë të mirë për atë, ai në atë ndeshje mund të bëjë gabim, dhe ti idenë e mirë që ke për atë te kalon nga ana sjelltas. E fal në